Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet orës 10 në RTK. Në Bruksel është zhvilluar dje takimi ndërmjet delegacionit shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Pas takimit, Mogherini tha se është domosdoshme arritja e një marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq kryesuesit e ekipit negociator Shpend Ahmeti dhe Fatmir Lima i saj përket taksës thanë se taksa nuk hiqet pa ndryshuar politika serbe karshi Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi ka përgëzuar delegacionin shtetëror për prezantim korrekt, unik dhe profesional në kuadër të fazës përfundimtare të dialogut Kosovë-Serbi. Njohja e Kosovës nga Serbia dhe antarësimi në Kombet e Bashkuara është objektivi yni. Marrëveshja përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë do të sjellë më shumë paqe e stabilitet për vendet tona dhe tërë rajonin, ka shkruar presidenti Thaçi në Facebook. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka rikonfirmuar mbështetjen për ekipin negociator, ndërsa ka theksuar se marrëveshja finale me Serbinë do të votohet në referendum nga qytetarët e Kosovës. Veseli bëri thirrje për unitet në interes të shtetit, me theks të veçantë për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. Për taksën 100% ndaj produkteve serbe ka folur sërish dje kryeministri Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës është e interesuar ta heqë që sot taksën nëse Serbia njeh pavarësinë e Kosovës. Në të kundërtën, ai tha se taksa do të mbetet në fuqi. Këto komente Haradinaj i bëri pas takimit me ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, paraqitjen e ekipit negociator në Bruksel e ka quajtur më të dobtin të mundshëm. Përmes një postimi në Facebook, Hoti ka thënë se ky ekip negociator është thjesht dekor për ta maskuar legjitimitetin e koalicionit PAN. Ndërkohë, në një konferencë për media, Lidhja Demokratike e Kosovës tha se është për një dialog ku Serbia e njeh Kosovën. Në gjysmën e dytë të këtij muaji, Kuvendi i Kosovës pritet ta nisë sesionin pranveror ku në rend të ditës do të jetë miratimi i buxhetit në lexim të dytë. Por miratimi i buxhetit varet nga PSD-ja, e cila paraprakisht i ka vënë kushte qeverisë për fshirë edhe largimin e ministrit serb Nenad Rikallon nga Ministria e Bujqësisë. Shoqata për dëmet e luftës ngritja e zërit ka dorëzuar sot për herë të katërt dosjen e radhës në gjykatën kushtetuese të Kosovës rreth vlerësimit të kushtetueshmërisë së aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës me rastin e refuzimit të padive për kompenzimin e dëmeve të luftës. Dorëzimi i dosjeve do të bëhet me moton kushtetuese mbroje kushtetutën, përgjithësi të pavarur dhe vetting në drejtësi. Oda avokatëve të Kosovës dhe avokatët sot do të hyjnë në bojkotim të përgjithshëm për të gjitha gjykatat, prokurori dhe polici në tërë territorin e Kosovës deri në tërheqjen e urdhresës dhe rekomandimit nga KXK-ja për mos lejimin e hyrjes së avokatëve pa ftesa në objektet e gjykatave. Këshilli drejtues ka kërkuar që urdhresa dhe rekomandimi të tërhiqen më së voni deri më 8 janar, por pasi KXK deri tani nuk e ka bërë tërheqjen e tyre, atëherë ka vendosur për bojkot të përgjithshëm. Policia e Kosovës në Prizren ka arrestuar mbrëmje shtetas të Shqipërisë pasi gjatë kontrollit automjetit të tij ka hasur në një sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike që dyshohet të jetë e llojit marihuan. Lënda narkotike dhe automjeti janë sekuestruar. Ministria e Infrastrukturës përmes një komunikati për media ka bërë të ditur se të gjitha rrugët nacionale dhe regionale janë të kalueshme me gjithë rreshtet e borës dhe temperaturat e ulta që po mbretërojnë në Kosovë. Ministri Lekaj ka thënë se kompanitë e kontraktuara janë të angazhuara maksimalisht që të mos ketë bllokim të rrugëve. Minatorët e Trepçës kanë paralajmëruar eskalim të situatës në rast të mos përmbushjes së kërkesave të tyre gjatë ditëve në vim. Ata potencuan kërkesat e tyre siç janë rritja e pagave për 20% dhe mospunësimi i punëtorëve të rinj pa konkurs, si dhe kërkesa të tjera. Ti nga e aj ha, kyber shkon kështu. Si ka rini qetë për krojën e kemi pejtona unëve, greva vazhdo sot qështu nesa. A dalim rrugë, a hiem shelum, atje desum, atje poshtë e shumë e bojmë bashkë. Kështu është shprehur kryetari i Këshillit Grevist të Minatorëve Ferit Neziri pas takimit që ka pasur me menaxhmentin e Trepçës. Në këtë takim grevistët nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për kërkesat e tyre. Buxhetin të pagën për 20% unë nuk kam mundësi.
Se s'kam buxhet, jom problemi të tyre, nuk muna me përgjigjet civilisë. Po nuk e shoh, tash në punë të tyre kanë obligimet e veta, gjithë kush përgjigjet për punën të obligimet e veta. Nuk gjithë të mirë kuptojmë, ata se do të japin përgjigjen nesër. Grevistëve u ka dhënë përkraje kryetari i BSPK Savni Ajdini dhe kryetari i sindikatës së Trepçës, Shoqëria Sadiku. Ata i kanë quajtur kërkesat e tyre të arsyeshme. Kërku nga qeveria që të vi para jush dhe me dialog të zgjidhin problemet për të realizuar drejtat e punëtorëve. Për ndryshe, nuk isha pas dëshirë që situata të na eskaloj. Nëse eskalon situata, nuk do të janë vetëm minatorët, po do të i bashkangjiten edhe punëtorët të tjerë të Republikës Kosovës. Janë kërkesa 4 realisht, është rritja pagës prej 20%, është kërkesa që mos bëhet punësim pa konkurs në minierën Trepça, kërkesa tjetër është që bordi Trepçës e kanë kërkuar minatorë të jetë në praninë e minatorëve, për ndryshe nëse ata deri më tash nuk kanë qenë në praninë e minatorëve, atë bord nuk e njohin minatorë. Dhe kërkesa e 4 ka qenë që kërkesat e greves, që kanë qenë greves të korrikut, që ka qenë një greve pezulluar, të realizohen. Minatorët kanë kërkuar takim me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik dhe Kryeministrin për t'i njoftuar për rrjedhën e ecurisë së procedurave në lidhje me ligjin dhe statutin. Këta të fundit deri tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Pas pak në studion e hapur do të flasim për kallëzimin penal që vetëvendosja e Prishtinës i bëri kryetarit të komunës Shpend Ahmetit dhe reagimin që ky fundi e bëri për këtë çështje. Mysafir në studio kemi ftuar Valdrin Ahmetin nga lëvizja vetëvendosje. Ky transmetim do të jetë drejt për drejt edhe në faqen zyrtare të RTK-s në Facebook. Kaq për këtë edicion të lajmeve, pas pak takohemi në studion e hapur. Qëndroni me ne.